Miqtë e mi, nesër është data 4 korrik dhe është një datë e veçantë. Një datë e veçantë për ne shqiptarët pasi nesër do vjedhim në Tiranë me mira përsëri nga diaspora do vërshojnë shqiptarët për të ardhur dhe për të mbështetur protestën që është në dobi të atë tonë, në mbrojtje të tij, në mbrojtje të interesave kombëtare, në mbrojtje të territorit tonë. Por nesër është një datë e veçantë dhe për aleatët tanë kryesor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nesër është 4 korriku dhe festohet 250 vjetori i pavarësisë amerikane. Një datë e shënuar për amerikanët, por një datë e rëndësishme dhe për ne shqiptarët, pasi komuniteti shqiptaro-amerikan është një nga komunitetet më të rëndësishme që kanë shqiptarët në të gjithë diasporën. Të kujtojmë 2 gjëra që unë i përsëris në mënyrë të vazhdueshme. Nuk duhet të harrojmë 2 gjëra thelbësisht në zemrën tonë, në shpirtin tonë, në konsciencën tonë në shqiptarë. E para, nuk duhet të harrojmë kurrë ato që na dëmtojnë, ato që na kanë vrarë, që na kanë prerë pasi bëhet një gjë ciklike, ato që na damtojnë interesin kombëtar. Duhet t'i mbajmë gjithmonë në memorie, thellë në memorien tonë, që të mos rikthehemi në gabimet e mëparshme. Dhe e dyta, të jemi gjithmonë mirënjohës atyre që na kanë ndihmuar në momente të vështira. Dhe në qoftë se ka një kombë që na ka ndihmuar në momente të vështira, ato janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të kujtojmë në vitin 1919, historia na mëson që në konferencën e Parisit ishin amerikanët ato që na ndihmuan dhe na ndihmuan që të realizojmë aspiratën e një shteti të pavarur shqiptar. Pasi ishte vendosur nga fuqitë e mëdha në atë kohë, nga fëmijët tanë grabiqar që Shqipëria të ndaj, të coptohej dhe të mos ekzistonte, mbase do të ndërroheshim si kurdët e sotëm pa atë dhe. Ndaj në vitin 1919 ishte themelor, ajo ndimes ishte themelor ajo ndimes amerikane që na u dhan në kohën e presidentit Wilson. Ndaj të jemi mirënjohës Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të jemi mirënjohës dhe për më vonë në luftën për çlirimin e Dardanis. Nëse kemi sot shtetin e pavarur të Kosovës, e kemi atë faleminderit amerikanëve që ishin të parët që ndërhyn për të ndalur një gjenocid i cili zgjaste prej më tepër se një shekull e gjys mbi popullsinë shqiptare të ish Jugosllavisë. Pra, këto 2 gjëra mjaftojnë dhe të tjera, por këto 2 gjëra mjaftojnë për të qenë mirënjohës një kombi mik, siç janë ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndaj nesër të jemi të shumt në Tiranë. Po vinë nga Anglia, nga Franca, nga Gjermania, nga Italia jemi bërë shumë që po kthehemi dhe nesër me datë 4 korrik do protestojmë paqësisht si gjithmonë në mbrojtje të territorit tonë. Do protestojmë kundër atyre që mbushin Shqipërinë me varreza ushtarësh armiq, kundër atyre që ngritën përmendore dhe statuja të Mehmet Pushtuesit, armikut më të egër të kombit tonë, kundër atyre që vendosen statujat e Mitsotakësit, autorit të operacionit Fshesa, famkeq Fshesa, të gjithë atyre që falën detin, të gjithë atyre që po falin tokat, kundër gjithë atyre që po i bëjnë çmos Shqipërisë. Ndaj nesër të jemi të shumë dhe ju kërkoj një nder. Nesër të merrni me vete me që është 250 vjetori i pavarësisë së Amerikës, merrni me vete për krah flamurit të Gjergj Kastriotit, merrni me vete dhe një flamur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jenë që të dy nesër në protestën paqësore në Tiranë. Pra nga diaspora ju bëj kërkesë dhe ju bëj thirrje. Merrni me vete jo vetëm flamurin e Gjergj Gjon Kastriotit, që është identiteti jon kombëtar, por merrni me vete dhe flamurin amerikan, i cili është ai që nesër do valvitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vendet e gjithë atyre që janë miq të tyre, sepse është një ditë e shënuar, kanë 250 vjetorin e pavarësisë së tyre. Ndaj të tregojmë një herë që drejtimi jon është ai që kanë pasur gjithmonë shqiptarët, si themelues të kontinentit të vjetër, si mbartës së gjuhës më të vjetër të kontinentit tonë. Perëndimi, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti e bekov Shqipërinë, Zoti e bekov shqiptarët dhe gëzuar miq.